Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar edhe ngjarjeve më të fundit, rreth dinamikave më të fundit se çfarë po ndodh në jetën tashmë të Mateos dhe Brikenës. Ka 2 ditë që Mateo dhe Brikena janë në qendër të vëmendjes. Në fakt, më herët u përfol që Mateo dhe Brikena do të ishin pjesë e Top Arenës, do me thënë u përfol në Shizon Top, pasi që në edicionin e parë ishin të ftuar special, do me thënë si Mateo, si Brikena, dhe pyetja tjetër ishte se a do të vazhdojnë në Top Arena tashmë pas kësaj situate, që në fakt ka ngritur një alarm të jashtëzakonshëm tek publiku. Unë them që mimikat e fytyrës tregojnë gjithçka. Mateo, ditën e djeshme, hodhi një story në Instagram. Tani, nga informacionet që kemi ne, Mateo ka qenë në Kosovë ditën e Bajramit tek tezja e Brikenës. Brikena ka qenë në Elbasan tek familja e Mateos, do me thënë një ditë para feste. Ka takuar nënën e Mateos, gjën të cilën Brikena e bëri publike në Instagram. Flasim për një afat kohor 72 orë, e gjitha kjo gjëja, le ta themi. Nga ana tjetër, Mateo dhe Brikena, sidomos Brikena, ndryshon foton e profilit dhe fshi Mateo nga Instagrami, ndërsa Mateo mban të njëjta qëndrime që nënkupton që mes çiftit mund të ekziston një keqkuptim i vogël, mund të ekziston një zënke vogël, të cilën Brikena e bën dramë të madhe, ndërsa Mateo e normalizon dhe nuk e quan dramën e tij të madhe të jetës, por e quan një veprim dhe një gest normal, si çdo çift që mund të ketë zënka, mund të ketë diskutime, mund të ketë në një moment të vetëm një lloj dinamike që ndodhen në fakt në martesë, që ndodhen në fejesë dhe që ndodhen në dashuri. Tani, unë e di që Brikena edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit dëshironte vëmendjen e Mateos, dëshironte përkatëljen e Mateos, dëshironte, do të thënë, qëndrimet e Mateos kundër drejt saj. Ndoshta këtë pjesën Brikena e ka dhe jashtë dhe mund të hidherohet për pak e për shumë. Por, nga fotografia që hodhi Mateo ditën e djeshme, fillimisht një herë dorën e kishte të fshehur, dorën ku e ka unazën, nuk e kishte postuar në fotografi, nuk e di sa e shikoni fotografinë dhe sa e kuptoni, kishte nxjerrë vetëm dorën që nuk e ka unazën, dhe nga ana tjetër, do me thënë, ishte shumë i lumtur, ishte shumë i buzëqeshur, ishte shumë pozitiv dhe kishte dalë në fotografi me fëmijët. Kjo nuk kupton tani duke njohur karakterin e Mateos. Kur Mateo kishte një zënk me Brikenën në Big Brother, ai mbylleshte në vete, nuk fliste me njeri, qëndronte vetëm, e përjetonte keq, etj. Do me thënë, i kishte këto qëndrime në natyrën e tij. Tani, si mundet që Mateo të ndahet nga Brikena, për shembull ditën e djeshme, dhe në thelb të jetë aq i lumtur dhe i gëzuar. Kjo tregon që, do me thënë, e gjitha kjo është një lloj strategjie që po përdorin, vetëm e vetëm për klikime, që unë jam kundër kësaj gjëje, sepse Mateo dhe Brikena vërtet kanë konsideruar respekt e publiku dhe kanë frikë që me këto lëvizje mos e humbin respektin e publikut.